Zonja dhe zotri, mirë se vinin Kupin Sportiv. Unë jam Drilon Xhavullari dhe në minuta vazhdim do të jemi së bashku për të folur për magjinë e Kupës së Botës, e cila do të nisë sonte në mbrëmje në Meksik në një ndeshje interesante ku vendasit të cilët do të presin këtë botëror së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadan do të luajnë në premier kundër Afrikës së Jugut. Do të jetë një botëror i veçantë për herë të parë në histori, do të marrin pjesë 48 ekipe, një revolucion nga FIFA për t'u dhënë më shumë hapësirë edhe shteteve të ndryshme për të marrë pjesë në kompeticionin më të rëndësishëm futbollistik të globit. Për të diskutuar pikërisht për Kupën e Botës, do të flasim me ish futbollistin e ekipit kombëtar, zotin Altin Rakulli. Zoti Rakulli, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se jeni Drilon. Është kënaqësi të flasim bashkë, të nisim këtë emision për Kupën e Botës. Sot do të jetë një ceremoni e veçantë, megjithatë do të ketë ekipe favorite, surpriza. Po fillimisht si e sheh këtë botëror që do të zhvillohet për herë të parë në 3 shtete dhe me 48 ekipe? Që do zhvillohet në 3 shtete, tani pak a shumë jemi mësuar edhe me kohët e fundit me europianet apo me europianet më shumë që janë zhvilluar në disa shtete. Nuk është një gjë e re, është gjë e mirë sepse fundi fare përfshin 3 shtete në një botëror, pra pjesëmarrja e shumë të 3 shteteve është gjë risi, domethënë është gjë e re që i knaq të 3 shtetet, ndërkohë që më parë ka qenë knaqi vetëm një shtet. Kjo është diçka e mirë, them unë, dhe jep shans gjithashtu që të ketë pra po aq shumë ndeshje sa edhe më parë kur ishte një shtet, për sa i përket pjesës së shtimit të skuadrave. Pra, edhe kjo është pjesa tjetër pozitive, mendoj unë, për sa i përket dhe shteteve apo ekipeve kombëtare që nuk kanë pas ato mundësi më parë të kualifikohen pjesëmarrje të tilla, pra duke shtuar numrin e ekipeve dhe të shteteve që marrin pjesë, jep mundësi pra disa shteteve edhe që ta prekin këtë kompeticion. Pjesa pastaj e kualitetit patjetër që le pak për dëshiru, sepse sa më shumë skuadra marrin pjesë, aq më shumë bie kualiteti, po në fund fare pastaj janë gjithmonë ato skuadrat e mëdha që do e ndajnë këtë kompeticion mes tyre. Altin, për ju kush janë ekipet favorite? Sigurisht gjithmonë Brazili, Gjermania, por edhe Franca shihen si kandidate. Megjithatë për ju. Jo, të them drejtën, unë pavarësisht që jetoj në Gjermani dhe kemi kaq vite, do ma kishe qefi që Gjermania të ishte kampion e bote, po e shoh shumë të zbet faktin që Gjermania mund të fitojë diçka, duke pas parasysh pra çka ka dhënë deri tani, mënyra si është krijuar ekipi kombëtar, edhe kualiteti që ka brenda, po edhe drejtimi që ka, pra trajnerin që ka dhe stafin e tij aty. Jam shumë konfuz në këtë drejtim për Gjermaninë. Për mendimin tim janë disa skuadra tjera që kanë potencialin shumë të qartë dhe më të mirë formuar të skuadrave, siç është për mendim Spanja absolute, pra edhe në mënyrën e futbollit, kualiteti që ka brenda saj, pra ka kualitete që të zgjidhin situatat vet individualisht, po kanë dhe lojën kolektive, kanë dhe stafin shumë të mirë, pra që e kanë krijuar me vite këtë. Që shumë domethënë se për të fituar një kupë bote. Është Franca, për mua dy skuadrat më kryesore dhe më favorite për ta fituar nga Europa, më flasim, po edhe nga skuadrat e tjera të Europës dhe të botës. Këto dyja janë për mendimin tim skuadrat kryesore që do luftojnë për ta fituar, që kanë dhe kualitetet brenda saj. Pra nëse do flasim për Francën dhe Spanjën, kanë kualitete individuale të jashtëzakonshme brenda tyre. Plus që kanë dhe skuadër. Spanja pak sa më organizuar, sepse francezët fundi fare janë pak individualist francezët, kanë shumë hyje, por është e vështirë që të gjithë gjelat të rrinin kotec. Është shumë vështirë t'i bësh bashkë, por nuk duhet të harrojmë domethënë që vitet e fundit kanë qenë në kampionë e bote, pra janë një skuadër shumë pranë asaj të titullit atje. Edhe para 4 vjetësh, po themi atë finale me Argentinën e humbën rastësisht, si më thon. Pra Spanja, Franca, për mendimin tim janë të paret, pastaj vijnë për mua është Portugalia shumë favorite. Patjetër që ka
ka një handicap për mendimin tim, nëse nuk do e kishte pavarësisht se emrit madh e historisë të tij të jashtëzakonshme, domethënë si Ronaldo, po fizikisht them që nuk e përballon dot atë shpejtësi loje, atë shpejtësi veprimi. Patjetër që eksperiencën e ka, po nuk besoj që e ndihmon shumë Portugalin. Nëse do ishte pra para Ronaldo, me një lojtar tjetër, Portugalia do e fusha në ato skuadrat pretendente. Mendoj që do të ishte më fort. Megjithatë, për të ndihmuar pak në bashkëbisedim, trajneri Portugalis Martinez u shpreh një ditë më parë se Ronaldo është ikon jo vetëm e futbollit portugez, por e futbollit botëror dhe shumë e vështirë të gjesh një zvendësues të tij dhe të bëj diçka të tillë që ai ka bërë me kombëtaren. Dhe është shumë i rëndësishëm për ne. Ndoshta kjo është edhe një deklarat për të motivuar dhe shokët e tjerë të ekipit, si e sheh? Atëherë, kam një bindjen time që çdo trajner që vet në ekipin kombëtar portugez, pa miratimin e Ronaldos nuk vehet. Pra ai tash që është ikon, që është emblem, është i rangut të paarritshëm nga një futbollist tjetër portugez, ne nuk diskutojmë. Por ne po flasim për gjendjen e tij fizike, sepse ato 90 minuta janë 11 lojtarë në fushë që luajnë kundër 11 lojtarëve tjetër, do të jetë 11 fizikisht perfekt. Dhe Ronaldo nuk e plotson këtë kriter sot. Nuk po flasim për Ronaldo para 10 vjetëve, po flasim për Ronaldo sot. Pra, ka lojtar shumë më të mirë fizikisht Portugalia që do e bënë shumë më mirë rolin e sulmuesit. Sesa Ronaldo dhe eksperjenca e tij nuk mjafton. Megjithatë, aty në qendër të zonës, goditje me kokë, ato lëvizjet e tij mund të jetë i rrezikshëm. Po ai rrezikshmërinë e ka më para port, nuk po them që nuk e ka, po nuk mjafton për një kampionat botror, nuk mjafton, janë shumë ndeshje, janë në një vend pra tjetër, nuk luan në shtëpi. Nuk mjafton nga ana fizike për Ronaldo ta animoj Portugalin, sa mund ta animonte një Leao për shembull. Pra me shpejtësinë e vet, me freskinë fizike. Për këtë arsye them që Portugalia lu një lojtar më pak në këtë kompeticion. Megjithatë tash unë e fus si pretendent për titull. Po, Argentina e Messi, sepse ky është edhe një botëror i veçantë për faktin e vetëm se ndoshta dhe gjasat janë tilla që ky të jetë kompeticioni i fundit që do të luajnë Messi dhe Ronaldo, të jenë kundërshtarë në një kompeticion të këtyre përmasave. Janë të dy lojtarë që them drejtën, Messi na kanë pasur disa ndeshje këtu në kampionatin amerikan. Lunë i kampionat me ritëm jo shumë të lartë. Pra nuk krahasohet me Europën. Dhe duke u aktivizuar me atë kampionat, plus të moshën e thyer që ka Messi, pavarësisht që është lojtar me tipar tjetër si Ronaldo, është lojtar triblus, dhe triblimi patjetër do freski fizike, do shpejtësi fizike, por gjithsesi është një virtyt që lind me ty dhe vdes shumë më vonë. Pra, nëse Ronaldo e ka me aftësinë fizike që i duhet patjetër, shpejtësia fizike, pra ai element që e ka pas gjithë jetën e vet, dhe që e ka çuar atje ku e ka çuar, ke Messi është pak më ndryshe. Megjithatë edhe te Messi nuk besoj që do ta ndihmoj Argentinën aq shumë sa para 4 viteve. E shoh si skuadër rivale edhe favorite, pra nga këto 3 tjera që përmenda, bashkë me Brazilin gjithashtu, dhe plotësohet pesja ime e skuadrave që janë pretendent për mendimin tim për ta fituar këtë kampionat. Megjithatë, i pushoj shumë pjesës, besoj shumë se këtë vit do shkoj kampionatin në Europë. Pra Gjermanin e le jashtë 5 çështën dhe më të mirë që mund të shkojë deri në finale. Sipas me, po, e le jashtë. Çfarë nuk po funksionon tek pancerat me Nagelsmann? Janë disa lojtarë të rëndësishëm që kanë bërë mirë tek Bayerni yje, por duket sikur mungon ai lideri, eksperjenca e madhe. Ai lideri mungon, e para, dhe edhe kualitetet nuk janë në niveli të jashtëzakonshëm, si ka qenë gjithmonë Gjermania ku ka fituar diçka. Pra nëse në kohën e Afrikës Jugut e fitoi atë kampionat, kishin një Toni Kroos, kishin një Philipp Lahm, që ishin absolut lidera, ishin absolut lojtarë me nivel dhe me kualitet të jashtëzakonshëm. Nuk i ka Gjermania këto lojtarë sot për momentin, që po themi. Për këtë kishte një trajner që krijoi balancat jashtëzakonshme në skuadër.
nuk besoj që ky trajner i krijon këto balancat e Gjermania. Pra janë 2-3 faktorë element që sapo thash që të bëjnë që mos mendosh që Gjermania është favoritën në këtë kampionat. Komentojmë pak një Gjerman në krye të Anglisë, dikur duke utopike e pabesueshme. Si e shet Tuel dhe Treluanët, shpreha e tyre e famshme, përsëritet sërish, futbolli kthehet në shtëpi, por a do të kthehet? Anglia kishte 2 rastin në kampionatin evropian, që për mendimin tim janë po të njëjtët lojtarë që janë edhe këtë kampionat botror dhe nuk i fitojnë dot. Pra nuk e kanë atë i mungon ajo gjëja fundit, se nuk po ja gjet tani në Shqip. I mungon ajo qoftë dhe fati, qoftë dhe impulsiviteti fundit, energjia fundit për ta fituar diçka. Durimi grinta se kur përfundon Premier Liga, lojtarët që luajnë në kampionatin anglez janë shkatruar dhe duan vetëm pushime. Tani mos përmend Premier League se çdo skuadër aty ka 80% skuadra që kanë lojtar të huaj. Pra Premier Liga është diçka tjetër dhe ekipi kombëtar është diçka tjetër. Kështu e shoh fund paktën. Pra çdo ekip i Premier Ligës, atje Premier Liga është më e mira, dhe më e forta në botë, dhe më e bukur në botë sepse ka marrë lojtarët më të mirë botë gjithanë. Gjithë botës dhe i ka mbledh aty. Luhet futbolli shpejt, dihet ajo. Prandaj është liga më e bukur në botë dhe më e fortë. Nuk është vetëm për lojtarëve anglez që ka aty. Nuk ka kualitete të pa diskutuara. Pra, edhe një Harry Kane që është një golshënues tipik, është në fundin e vet karrierës. Edhe luan tek Bayern. Ka bërë ke Bayern gjë ato gola, por pra fundin fare me Champions League nuk pat shumë lidhje. Megjithatë, Anglia, po them, po i bëj disa skuadra bashkë, Anglia, Gjermania, Hollanda, Belgjika, fus dhe Norvegjin deri diku janë skuadra që të prishin punë dhe kundër këtyre skuadrave më të mëdha elitare edhe mund të fitojnë më. Pra e kanë atë kualitetin me fituar ndeshjen. Por që ti je pretendente për kampionat botror do ishte pak sa e tepër ti përmbledhja. E qartë, po Brazili madh 5 herë kampion bote, vjen me një ekspert si Ancelotti në pankinë, menaxheri i dhomave të zhveshjes. Çfarë mund ndryshoj Carlito në Seleção? Po Brazili ka pas gjithmonë, pa diskutim, ka pas element dhe kualitete në çdo kohë. Problemi është që nuk ka pas një kokë që t'i mlidhte, t'i jepte një strategji të dur, sepse strategjia ka të bëjë shumë ke Brazili. Janë lojtar teknikisht perfekt, po strategjia e lojës. Pra, jo gjithë lojtarët duhet të jenë teknik të i skuadrës, sepse nuk ka skuadër që i merr gjithë lojtarët teknik, duhet dhe një që vetëm vrapon. Duhet dhe një që vetëm mendon. Pra, në këtë aspekt Brazili i mungonte kjo kokë. Me Ancelotti them që kanë zgjedhur një trajner të duhur, tash është çdo gjë për të parë, sepse edhe atje vjen një europian, duhet përshtatet mentalitetin latin. Janë shumë gjëra që duhen përshtaten, pra, është gjë e re. Kështu që në këtë aspekt edhe kjo është për ta parë Brazilin, pa edhe për të dhënë një mendim më të mirë dhe më të saktë. Pa diskutim, me atë se çfarë ke parë, kualifikuese të ekipe që mund të jetë surprizë, mendon që do të kemi diçka të tillë në këtë botror? Unë nuk besoj se do kemi surpriza, por nëse do kemi surpriza, pastaj janë këto skuadrat që thash. Në skuadra jashtë kësaj kornize, pra Belgjik, Holland, Angli, Gjermani, pra këto janë skuadrat për mendimin tim që mund bëjnë atë surprizën. Pjesa tjetër, unë nuk pres që të bëj Kroacia në një surprizë këtë vit, apo Uruguay, apo në një skuadrë tjetër që është e nivelit, dhe më thëmë, poshtë këtyre skuadrave që unë sa më nda. Nuk besoj që ta bëjnë atë surprizën këtë vit. E qartë. Mirë, do kisha dashur shumë që këtë në intervistë ta zhvillonim edhe me Shqipërinë, që ta kishim botror, ishim shumë afër, megjithatë ka ndryshuar komplet situata, 2 misore, 2 zhgënjime, maran në krye, një koment i fundit për ta mbyllur intervistën. Është vërtet, do ishte shumë gabim, domethënë, në qoftë se do merreshim me trajnerin dhe mënyrën se si ai po qaset me skuadrën, sepse janë 2 ndeshje, vërtet kishim kundërshtar të dobët, por u pa dhe mënyra e lojës që kishte zgjedhur ishte ndryshe komplet me atë që jemi mësuar këto 2 vite të fundit, 3 vite të fundit me Silvinho. Pra,
që të implementosh një strategji të re, pra një modul të re loje, me një sistem të re loje, do kohën e vetë që lojtarët ta kuptojnë, sepse kanë 3 vite që luajnë një sistem tjetër. Pa tjetër që në fund fare sistemi, ka pas thënë një trajner i merr gjithë sistemet bashk, në momentin që nuk ke lojtarët e duhur, pra lojtarin me kualitetin e duhur, atëherë futi një kryqëzim sistemeve taktike. Pra, me 4, me 5, me 3, me sa do lush mrapa apo me sfush, nuk kanë lidhje fare, sepse lojtari vetë zgjidh sistemin. Por gjithsesi, ne nuk do të pretendojmë, ne që kemi thonë gjithkohon është brezi më i mirë gjithkohë që ka pas Shqipëria, më duket se është nxitimi i madh ta thosh këtë. Në qoftë se shef ndeshje të tilla, dhe në qoftë se vërtet do kishim kualitete të më të mira të gjithë kohërave, ndeshje të tilla ato lojtarë do qishin vetë, pa pas nevojë ndryshime taktike apo ku ta diun. Pra duhet të jemi pak më me kom tok kur japim deklarata të tilla. Kemi lojtarë të mirë, kemi kualitete pa diskutim, por duhet vërtet shumë punë dhe shumë vrapim dhe zgjuarsi që të arrijmë rezultate. Silvina për mendimin tim i mori maksimumin kësaj skuadre. Patjetër që edhe ai pati disa gabime ose disa zhgënjime të vogla që duhet i zgjidhte më mirë, por për mendimin tim ai mori maksimumin kësaj skuadre. Tani se çfarë do bëj trajneri i ri, duhet të lejmë kohë. Do të jemi shumë ferë të lejmë kohë trajnerit të ri. Të japim kohë dhe do të diskutojmë sërish në shtator në takimet e rëndësishme se çfarë do të prodhojnë. Më të saktë, të jap një mendim më të saktë. Mirë, Altin Rakli, ishte kënaqësi e veçantë ju kishim program. Gjithashtu, Drilon ju përshëndes. Dhe shikim të këndshëm të botrorit. Faleminderit bashkë me ju. Ishim me Altin Raklin, legjende e kombëtares shqiptare të futbollit, goleshnues, karrierë madhe, jashtë Shqipërisë më së shumti në Gjermani. Mirë, mbyllim me një lajm të fundit, mesfushori kombëtar Sulliber Ramadani ka rinovuar kontratën me klubin e Lecces deri në vitin 2027. Nëpërmjet një komunikate zyrtare, klubi italian njoftoi rinovimin e kontratës me ndërkombëtarin shqiptar, i cili është kthyer në një element tepër të rëndësishëm në zemër të mesfushës te klubi i Lecces. Gjithashtu ai është përzgjedhur edhe lojtari i cili ka bërë më shumë kilometra se çdo futbollist tjetër në kampionatin italian të futbollit. Ai do të jetë një pikë e rëndësishme në Lecce e sezonit të ri, e cila sigurisht mbjetesën Serie A dhe do të jap kontributin e tij në sallonet e mëdha të futbollit italian. Me këtë informacion kemi mbritur në fund të Kubit Sportiv për sot. Duke falenderuar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.